إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله نفرندرoj për ti falën dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim as kujt më drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Jemi në 10-shin e parë të muajit Dhulhijhe. 10 ditët më me vlerë në mesin e ditëve të tjera. Dita më e mirë te Allahu subhanahu s'ka dyshim që është dita e Kurban Bayramit. Kjo është dita më e mirë. Pas asaj dite vjen një ditë tjetër që është para saj, që është dita e 9 e që është dita e Arafatit. Disa prej dietarëve kanë thënë që dita e Arafatit duke pas parasysh vlerën edhe madhështinë që Allahu subhanahu ia dha kësaj dite, e llogaritën që është dita më e madhe, por realisht më saktë është që dita e Kurban Bayramit është dita më e madhe. Kurse dita e Arafatit vjen pas ditës Kurban Bayramit në vlerë, kurse në radhë që është një ditë përpara Kurban Bayramit. Kjo ditë është dita ku axhilir të bëhen me një vend. Njëjtë ngjyrë, njëjtë rroba, njëjtë luçe, i shef që janë të buar, grumbullimi më i madh brenda një viti muslimanëve është një ditë ku Allahu subhanahu e zbret mirësinë e tij, Allahu subhanahu zbret bereqet, poshtë Allahu subhanahu i fal gjunohat, i shlyhen mëkatet e kështu me radhë. Ditën e Arafatit Allahu subhanahu zbret në Arafat. Edhe krenohet edhe mburret para melekëve me axhiler të cilët kanë ardhur ditë dhe i drejtohen Allahut të zogjel me luçe. Allahu që të mburret me krijesën e tij para disa krijesave tjera, kjo tregon do të thotë që kjo ditë është shumë me vlerë. Dhe ata që janë në Arafat, realisht janë të zgjedhurit e Allahut të zogjel që Allahu i zgjodhi ata që qenë atje atë ditë. Jo çdo kush ka mundësi që të shkojë. Dhe jo çdo kujt Allahu zogjel ia mundson që të jetë prezant atë ditë. Ata janë të zgjedhurit e Allahut, delegacion që Allahu subhanahu i zgjodhi që të qenë atë ditë dhe të mburret Allahu subhanahu me ta. E me çka mburret Allahu subhanahu me ta? Allahu kur mburret para tyre u thot melekëve se çfarë kërkojnë këta. Realisht çfarë kërkojnë ata që i kanë braktis familjet e tyre, i kanë braktis pasuritë e tyre, e kanë shtrëngu nefsin e tyre dhe kanë luftuar me epshin e tyre, me qëllim që dalin atë ditë edhe të kërkojnë falje para Allahut subhanahu. Kjo ditë është ditë ku Allahu subhanahu më së shumti liron robër nga zjarri i xhenemit të Allahut subhanahu. Ashtu si shërin hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që nuk ka ditë më shumë që Allahu liron nga zjarri i xhenemit se sa dita e Arafatit. Dita e Arafatit do thotë është dita ku më së shumti liron qafa nga zjarri i xhenemit të Allahut subhanahu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër thotë që Allahu subhanahu mburret para melekëve ditën e Arafatit me banorët e Arafatit. Edhe thot Allahu xhelu thot melekëve, thot shikoni këto robërit e mi që kanë ardhur të raskapitur dhe të pluhurosur. Kanë ardhur me një qëllim. Çfarë qëllimi? Gjithë ata e synojnë fytyrën e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut dhe shpresojnë që të kthehen pas ditës Arafatit ashtu siç i ka lindë nëna e tyre, të pastër nga gjunohet. Allahu xhel këtë ditë e llogariti një ditë që dëshmohet për të dhe u betuan atë. Allah është më i madhi. Dhe prandaj kur betohet Allah nuk betohet vetëm si diçka që është e madhe. E Allahu subhanahu betua në ditën e Arafatit. Allahu tha wa shahidin wa mashhud, për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet. Ebu Hurajra thot që Allahu subhanahu kur e ka përmend për atë që dëshmohet, qëllimi është për ditën e Arafatit. Dhe poshtë Allahu subhanahu në suratul Fajr kur thot wa shaf'i wal watr, thot pasha çiftin dhe pasha tekun. Qëllimi, thot Ibn Abasi, që i çiftit është dita e Kurban Bayramit, kurse i tekut është dita e Arafatit. Do thotë që Allahu subhanahu u betua në dy vende për këtë ditë që e tregon madhështinë edhe vlerën që Allahu subhanahu ia dha kësaj dite. Dita e Arafatit, siç e përmend, është dita ku axhilet grumbullon me një vend. I shef gjithë ata të veshur me një petk, me një rrobë, nuk ka diçka që dikush dallohet prej tyre. E keni pa gjithë i kanë ihramët. Ngjyra e tyre është e bardhë, vendi është i njëjtë, koha është e njëjtë, takimi i tyre është i njëjtë, grumbullohen, tubohen me qëllim që të bashkohen zemrat e tyre. Kjo e tregon unitetin e muslimanëve dhe tregon se me unitet ka fuqi, me përçarje ka vetëm se shkatrim
edhe ka do të thotë mos përputhje njëri me tjetrin, nuk ka mundësi që të arrihet asgjë. Uniteti është themeli, është esenca e çdo pune që pastaj do të vjen një punë e madhe që ne shpresojmë zakonisht ose e duam. Zakonisht problemet që i shohim sot në mesin e muslimanëve vijnë shkaku i përsharive që i kemi mes vete. E këto ditë janë ditë ku zemrat bashkohen, trupat afrohen, edhe Allah subhanahu nëpërmjet këtij tubimi ta përshon një mesazh se këtë rast o robim afroje zemrën me qetrin nëse dëshiron fuqi, nëse dëshiron unitet, nëse dëshiron bashkim, nëse dëshiron përparim, nëse dëshiron që ti qesh i fortë edhe të arrish diçka dhe normalisht këtë gjë, po ashtu e do edhe Allahu subhanahu Allah e do bashkimin kurse e urren përçarjen. Kjo ditë është ditë ku robi padyshim që duhet me shpreh atë varfrinë e tij që e ka për Allahun subhanahu. Dita Arafatit është ditë që do të vijë pas disa ditëve, pas 3-4 ditëve. Është ditën e martë, me lenë Allahut subhanahu. Është ditë ku secili prej neve me nxjerr pret. Për një qëllim. Qëllimi është që atë ditë sa më shumë ta madhnoj Allahun subhanahu. Sa më shumë ti lutet atij, edhe shpresoje që ti falen gjunahet atij. Normalisht që robi i cili e di veten e tij që është i varfër, që është gjunaqar, që është mëkatar, me nxjerr pret që të vijë ajo ditë dhe ti ngritet duar ka Zoti i tij. Ta shprehë varfrinë e tij, atë ubudhinë e tij, edhe ty thije këmbët e tij edhe ti ngritet duart e tij drejt Zotit me shpresë se Allahu xhel nuk e refuzon lutjet e tij. A ka mundësi që Allahu t'ia refuzojë një robit i cili është i sinqert me zemrën e tij, t'ia refuzojë lutjen e tij asesi? Allahu nuk e kthen duar bosh një rob i cili drejtohet atij me sinqeritet edhe i lutet atij me shpresë që Allahu xhel t'ia falë. Këto ditë janë ditë ku robi e shpreh madhështinë Allahut xhel, tekbiret e tij, tehlili i tij, ajo telbia e tij. Kjo nuk vlen vetëm se para xhelet, vlen për gjithë prej neve, që sa më shumë ta madhnojmë Allahun, sa më shumë ta lartësojmë Allahun, edhe sa më shumë ta duam Allahun, ta themi telbin edhe pse nuk kemi në haxh. Pa xhelet që në haxh, ata i kanë rritet e tyre, i kanë rregullat e tyre, po këto rrite nuk janë të veçanta enkas vetëm se për ata ka dhe pjesë që ne marrim do thotë i bashkangjitim i poshtë edhe atyre. Andaj luqen që e bëjnë ata, edhe për neve është luqe që vlen, prandaj tha pejgamberi sa luqja më e mirë që bëhet ndonjëherë është luqja ditën e Arafatit. Luqja më e mirë, cila është? Tha pejgamberi sa është luqja që unë edhe pejgamberi para meje jemi lut, ajo është luqja la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë luqja është më e mirë që robi ta shprehja ditë ta thot sa më tepër me len Allahu xhel. Kur e shohim kallaballikin e ditës Arafatit, na kujton një gjë, na kujton ditën e mahsherit, ditën e ringjalljes ku gjithë a ditë do të qemi të njëjtë, këmbë zbathur, pa rroba, gjithë do të dalin për llogari para Allahut azza xhel. Kjo ditë duhet paqëtar me ta kujtuat pamje, se nuk ka pamje më të madhe se sa kjo pamje. Kur e shef diellin i cili i gjek ata xhelir në Arafat për shkak nxehtësisë që ka ai vend, le të kujtohet dielli i cili do të qetë mbi neve pak më shumë se 1 kilometër mbi kokat e tona. Ditën e Kiametit dhe secilin prej neve do ta gjersite dhe secili do të gjersite sipas gjunave të tij që i ka bën. Disa gjersiten deri në gjunjë, e disa deri te ashti i këmbës, e disa deri në bel, e disa deri në fyt, e disa djersat e tij do ta mbulojnë krisi sipas gjunave të tij që i ka bëj në këtë dunjë. Kur e shef të gjithat kallaballëk atë ditë edhe hikin largohen prej atij vendi, le ta kujtoj ditën e llogarilënies para Allah ku njerëzit pastaj do ndahen, një grup do shkojë për xhenet e një grup do shkojë për xhenemin e Allahut azza xhel. Edhe normalisht petku i tyre i bardh, le ta kujtoj petkun e qefini që secili prej neve do e marrën me vete dhe do e veshë. Jo me la infaumalu wala benun illa men ata Allah bi qalbin selim. A ditë ku nuk ban dobi as pasuria as fëmia, ditë do të ban dobi vetëm se zemër pastërtia. Ali ibn al-Husayn kur shkojnë hax. Shikoni si ishin pa ton. Kur shkojnë hax hipin kafshën e tij, edhe pastaj nuk mund të ta thotë telbien. Telbia është ajo fjala që thuhet lebejk Allahumma lebejk, ose ty të përgjigjem. E i thanë pse nuk po e thot? A dini çfarë tha? Ai tha nuk e di, tha Allahu, tha a do të më pranoj, tha. Mendoj që Allahu ka me më thonë, o Ali ibn al-Husayn, ty nuk pranon thirrja dhe nuk jam i kënaqur me ty. Momentin që e tha telbien i rrot ballaj si rrot fikt. Po ashtu përmendet për disa prej të parëve ton, kur filloi me qajt, njerëzit menduan se ky person po qon shoku që e ka braktisë familjen, që normalisht përpara nuk ka qenë haxhi sikur se sot që ka mundësi me shku për disa orë dhe pastaj për 2-3 ditë e kryen haxhin sa i korritet krejt, pastaj kthesh. As dosh me javë ose me muaj ndoshta. I tha ndoshta e ka braktisë familjen edhe pasurinë, edhe as mërzit. Tha jo. Tha nuk e kam për atë.
Tha po qaj për shkak se e kujtova udhtimin tim drejt Allahut azza wa jall. Filloi aq shumë të qaj, derisa dhe tjerë të ndikuan prej tij dhe filluan që qajnë bashkë me të. Mutarrif ibn Abdullah dhe Bekr el-Muzani, dy dietar të njohur, ishin në Arafat bashkë. Njëri prej tyre tha o Zot, tha këta kanë ardhur te ti edhe të luten ty, mos ja kthe lutjen atyre për shkak meje. Kurse tjetri tha o Zot, nuk ka vend më të ndershëm dhe nuk ka shpresë më të madhe për robin se sa kjo ditë, mos i kthe ata për shkak meje. Pse? Për shkak se ata llogaritin veten e tyre që janë gjunaqar, mëkatar, edhe gjunat e tyre dhe mëkatet e tyre janë shkak që Allah Azza wa Jall t'i refuzoi edhe ata tjerë edhe mos t'u pranoi atyre lutjen. Kurse Ibn Mubareki tregon për Sufjan e Thauriun, thotë kur shkova e pash në Arafat, kishte pasërat 2 gjunjë edhe qante, lotët i rrjedhin atij, edhe i thash o Sufjan, cili njeri është më i keq këtu në mesin e tyre? Tha ai cili mendon që Allah nuk do t'ja fale atij. Këtë ditën e Arafatit pejgamberi më mbajti një hutbe të shkurtër po me shumë fjalë, do thot me shumë kuptimshe. Hutbe cila mbeti deri sot, rregullat që pejgamberi i vizatoi, i përcaktoi për gjithë neve deri ditën e Kiametit. Kjo hutbe njihet si hutbe e lamtomirës, ndër fjalë që pejgamberi sa tha inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Tha pejgamberi gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë haram, sikur se shenjtëria e kësaj dite, sikur se shenjtëria e këtij muaji, shenjtëria e këtij viti. Pejgamberi po ashtu ndaloi kamatën edhe shumë gjëra tjera që i përmendin atë hutbe. Pastaj i tha njerëzve, ju a jeni dëshmitar e asaj që e thash? I than, po ja Rasulullah, ne dëshmojmë. Atë pejgamberi tha, o Zot, atëherë ti dëshmo. Edhe tha përcjellni atyre që nuk kanë qenë prezent, sepse ka mundësi ai i cili nuk ka qenë prezent ta kuptojë më mirë se sa ai i cili ka qenë prezent. Në ditën e Arafatit u përsos feja edhe u plotësua dhuntia e Allahut ndaj muslimanëve. Allah Azza wa Jalla ditë e plotësoi fenë e tij, edhe e përsosi fenë e tij dhe e plotësoi dhuntin ndaj muslimanëve. Allah Azza wa Jalla tha: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Tha sot u përsosa juve fenë, e plotësova dhuntin tim ndaj juve dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Erdhi një shefut te Omeri radhiyallahu kur ishte halifi muslimanëve, i tha: "O Omer, tha ju e keni një ajet që lexoni në librin tuaj, sikur ta kishte zbritë ne që i futët, do ta minim atë ditë, do ta minim si ditë feste." Tha, cila ajet është ai? Pastaj ia lexoi këtë ajet, el-yawma akmaltu lakum dinakum. Omeri tha, e di kur ka zbrit? Tha, ka zbrit në ditën e Arafatit, ka qenë dita e Xhumë. Kjo ditë është ditë me vlerë që Allah Azza wa Jalla e ngriti nomin dhe po ashtu i arriti vlerën dhe po ashtu Allah Azza wa Jalla e llogariti se është një ditë me vlerë me peshë, që çdo musliman ta kuptojë realitetin e kësaj dite dhe ta madhështojë dhe po ashtu të respektojë rritjet e saj. Lutë Allahun Azza wa Jall që Allah të na forcon dhe të na mundson të arrijmë këtë ditë. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Arafati është shtylla më e madhe e haxhit. Pa Arafat nuk ka haxh. Pa qëndrim në Arafat nuk ka haxh. Ka mundësi me shku në haxh, nuk qëndron në Arafat, haxh nuk ke. Ke shku me niyet për haxh, mirë po me niyet tha ke kthy pa haxh. Haxhi ose në fakt Arafati është shtylla e haxhit. Prandaj tha pejgamberi tha që haxhi është Arafat. Ai i cili qëndron në Arafat, le ta di që duhet patjetër që të qëndrojë atje gjatë ditës deri në perëndimin e diellit, qoftë edhe vetëm se pak. Nëse vjen perëndimi asaj dite dhe nuk ka pas mundësi për me qëndru, haxhi i tij do thotë bie, sidoqoftë ditën e Arafatit shejtani është më i barbuzuri, më i vogli, më i pavleri, nuk ka vlerë, më i nënshmuar është ditën e Arafatit, ashtu siç e thon disa. Këtë ditë përveç asaj që preferohet që njeriu ta përmendë sa më tepër Allahun, ta lavdrojë Allahun, edhe po ashtu ti lutet Allahut edhe kërkoj falje, preferohet që besimtari ta xhirojë. Kjo vlen për ata që nuk janë në haxh. Për ata persona që nuk kanë pas mundësi që të shkojnë haxh, këtë ditë është mirë që ta agjërojnë. Për haxhiu nuk preferohet agjërimi për shkak se për të dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit dhe 3 ditët e Teshrikut janë do thotë ditë feste, ditë ngrënie dhe pirje. E për ata që nuk kanë shkuar në haxh, preferohet agjërimi i kësaj dite, prandaj pejgamberi sa nxiti edhe tha që kush agjëron këtë ditë i falen gjunat e atij që i ka bërë një vit më herët, do thot vitin e kaluar edhe vitit që vije pas, sipas një transmetimi tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që shpresoj edhe llogarisë që Allah subhanahu wa taala t'i falë mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vije pas. Andaj mos ta braktisim këtë ditë, mos na hike
mundësia dhe shansi të agjerim. Ndoshta është pak ditë e gjatë, po megjithatë ja vlen, për shkak se një ditë agjerim, po megjithatë fshihen shumë gjunahe me lejen e Allahut azza wa xal. Shtoja asoj pranimin e duas, shtoja asoj dhikrin, shtoja asoj dhënien e sadakas që preferohet edhe shpresohet që të shtohet pasi që jemi ditën e Arafatit, edhe 10 e parë më të lavdruar te Allahu azza wa xal. Shtoja asoj ato luqet e tua dhe mundësitë e tua që ti i ke dhe përpiqesh që sa më tepër të afrosh Allahut, shpresohet me lejen e Allahut që shtohet mirat e tua, edhe të rriten gradat e tua dhe të fshihen gjunat e tua. Dhe për në fund, ata që nuk patën mundësi që të shkojnë si vjet të qëndrojnë në Arafat, le t'ja japin hakun Allahut që e di ose që e din nga vendlindja e tyre. Ata që nuk patën mundësi të kalojnë natën në Muzdelife, le t'ja shtojnë vullnetin e tij për t'ju bindur Allahut dhe për t'ju afruar edhe më tepër në vendlindjen e tyre. Ata që nuk patën mundësi që të qëndrojnë në luginën e Minës, ata që kanë qenë haxhi din këto, e din Arafatin, e din Muzdelifën, e din edhe Minën, le shpresojnë edhe le t'ja kenë frikën ashtu siç e meriton Allahu në vendlindjen e tyre. Ata që nuk patën mundësi që thërrin kurban në Mina, le ta thërrin kurbanin e tyre në vendlindjen e tyre dhe le ta mposhtin, le ta thërrin nefsin e tyre, epshin e tyre, me qëllim që sa më tepër të i bindin Allahut edhe t'i largojnë harameve. Ata që nuk patën mundësi që ta vizitojnë Qabën për shkak largësisë, le ta synojnë Zotin e Qabës me lutje dhe me shpresë, sepse ai është më afër atij që i lutet dhe shpreson se sa vet damari i qafës së tij. Elus Allahun azza wa jall që Allahu na fal, elus Allahun që Allahu na mëshiron, elus Allahun që atyre që Allahu që nuk janë mundsoj që të shkojnë haxh si vjet Allahu të mësoj vitet e tjera, elus Allahun që xhelir të kthejnë shëndosh erat e mirë dhe të kthejnë me gjona të falur ashtu siç i ka lind atë ditën nana e tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.